Sa mendoni se do zgjas zgjidhja e këtij konflikti? Flasim për një zgjidhje afatgjatë, jo thjesht për një anëpushim apo Po ajo dhe si do jetë, kush do të forma? situata është ndryshe nga koha e Obamës, sepse atëherë nuk ishte një bllokadë detare. Po them që kjo bllokadë detare, nëse kalojnë 2 javë me këtë bllokadë detare, pra edhe 2 javë në këtë moment që flasim tani, ekonomia e Iranit kalon kolaps total, kështu që është realisht shumë presioni është mbi Iranin tani. Nuk është më si dikur në cilën ulesh në tavolinë edhe kemi disa sankcione të ishin, po jo do të heqim, jo do të zbusim, hajde diskutojmë, jo po të heqim këtë, edhe kjo shkoi 18 muaj. Irani nuk i ka 18 muaj. Irani ka kërkuar 100 miliard janë tokuara. Dollar janë tokuara në bankat. Nëse që mendon që Trump jep 100 miliard, okay, duhet mbyllet shpendim, domethënë për mendimin tim si njëri. Jo, si pjesë e marrëveshjes, ndoshta si pjesë e marrëveshjes. Po nuk jep njëri 100 miliardë. Maksimumi që mund të thotë Trump, i thotë hajde se ta blej unë naftën. Mos ta blesh me atë skonto aq të madhe sa ja jep Kinës, sepse ja jep në skonto. Janë paratë Iranit, me qira fjala. Po 100 miliardë janë paratë Iranit në banka amerikane dhe europiane. Ato bankat kanë përqendruar të mbyllura për sa kohë që ti vendosë me Swiftin. Swifti është baza është në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ideja është që Irani kërkon këto për t'i kthyer, por Irani kërkon të tjera që janë për dëm shpërblime, që kërkon goxha për dëm shpërblime, të cilat nuk mendoj që tarif mbi Hormuzin, tarif permanente. Edhe tarifa mbi Hormuzin nuk besoj që ka për tu kaluar, ose nëse do kaloj, do thotë ai nëse vendos Irani, vendos dhe unë të Trumpi etj. Pra, shiko, nuk ka kohë. Nuk ka kohë Irani 18 muaj të përballojë një bllokadë të tillë. Është matematikisht e pamundur. Që do të thotë një farë zgjidhje ka për të ndodhur shpejt. Në këtë pozicion siç është tani, Trump është duke menaxhuar në mënyrë perfekte bllokadën ekonomike, fuqizimin e industrisë energjetikës amerikane dhe çmimet në bursë. Bursa për shembull dje ishte arriti rekordin e saj historik. Bursa dje. Ajo që na intereson si europian dhe kjo e bëri dhe imagjino ai është duke i menaxhuar dhe për atë kjo tregon që kjo s'ka prekur asgjë sepse bursa nuk shkon në rekordin historike nëse gjërat shkojnë keq në Amerikë. Po. Dhe për Amerikën kjo është duke ecur mirë. Për Amerikën e kemi të qartë tani, po për Shqipërinë dhe për natyrisht Ballkanin dhe Europën, a mendoni se ka një zgjidhje e shpejtë e këtij konflikti, pra çlirimi i Hormuzit mbi të gjitha? Do çojë në normalizimin e çmimeve, sepse kemi një inflacion në rritje që na produktet e naftës deri te në produktet e saj, të cilat janë lidhur me fertilizerët, me natyrisht në produktet e plastikës e çdo gjë tjetër që ka rritur kostot ndjeshëm të jetesës. E që po e ndiejnë qytetarë shqiptar. Mendoni se kjo po shkon drejt zgjidhjes dhe drejt zgjidhjes po shkon për shkak të presionit që po bën Shtetet Bashkuara të Amerikës.